ideja është me u zhblloku shteti edhe të ka përcjell një fazë tjetër normale të demokracisë. A keni kontaktuar me konsultikafin për mi siguru votat? Për buxhet, për këto sot? Për buxhet, po për çfarë kërkim sa për shkak se për dy aty duhen votat të opozitës. Për buxhet kërkohet për secili deputet me pas vedije shtetërore demokratike dhe përgjegjësi sidomos ndaj votave që i kanë marrë. Edhe ne jemi thirrur këtu me ja mundsu shtetit me funksionu, jo me blloku. Për qeveri? Për qeveri, pozicionet publike të partive kanë qenë kundër dhe tash nuk e dia ka lëviz diçka. Ta shohim. A keni biseduar me ndonjë deputet? A keni pas kontakt me ai kështu? Jo, na kemi pas kontakte, edhe unë ka pas kontakte, po nuk është që ka diçka konkrete. Me kë keni pas kontakte? Nuk Me çfarë deputet, çfarë parti? Me gjitha partitë, fakt. Unë jam prej atyre që mendon dhe është i bindur që megjithatë se cilën parti në Kosovë ka njerëz vetëdijshëm dhe ka njerëz që ja duhet mirën Kosovës, edhe me vedije politike duhet me funksionu në herë. Na politikë bojnë, fushata bojnë prapë. Po një moment duhet më nalë me thonë, okej, s'po m'bjen mirë sot, po m'bjen mirë ma vonë. Kështu që mirë do të ishte me ka përcy. Kalofshi mirë.